Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, përzieni vaj, ulliri dhe krip dhe nuk do të ndjeni dhimbje për 5 vjet. Kjo është një recetë e mahniqme dhe ju ndihmon të largoni dhimbjet nga trupi për disa vjet. Kjo recetë ju mëson se si të përgatisni një përzierje e cila më pas do të përdoret për masazh. Receta përmban krip, mund të përdoret kripa e deti dhe vaj i parafinuar. Do t'ju duhen 20 lug vaj lule dielli ose vaj ulliri dhe 10 lug krip për të gjithë trajtimin. Përgatitja: në një shishe qelçi vendosni vajin e ullirit dhe kripën, më pas mbylleni atë fort. Pas disa ditësh mund ta përdorni këtë përzierje. Aplikimi: bëni masazh tek pjesët e trupit të cilat ju dhëmbin çdo mëngjes. Filloni me 2 deri në 3 minuta masazh dhe vazhdoni derisa të arrijë 20 minuta masazh. Më pas, vendosni një peshqir të lagur në zonën e masazhuar. Ky trajtim mund të shkaktojë acarim të vogël të lëkurës. Kjo është arsyeja pse duhet të fshini lëkurën me leckë të thatë dhe të aplikoni pudër bebesh më pas. Me këtë trajtim, 10 ditor do të rigjenerohen indet dhe do të përmirësohet qarkullimi i gjakut. Gjithashtu do të zhduket të dhimbja e kokës, do të përmirësohet shikimi dhe qarkullimi i gjakut. Kjo ndodh për shkak të shkarkimit të toksinave dhe për shkak të normalizimit të metabolizmit. Ndonjëherë gjatë trajtimit mund të ndjeni marramendje, por kjo nuk është diçka që ndodh shpesh. Nuk ka të tjera efekte anësore nga ky trajtim dhe rezultatet do të jenë vërtet të mahniqme. Dhimbjeve të kockave duket se nuk i shpëton dot askush. Ato mund të kthehen në një problem për çdo moshë dhe kjo është veçanërisht e vërtet nëse dhimbja është kronike dhe njëkohësisht e vazhdueshme. Shkaktar për këtë dhimbje mund të jenë një mori arsyesh të cilat dëmtojnë përkohësisht ose përfundimisht kockat tuaja. Kjo recetë është me origjinë nga Greqia e lashtë dhe gjithashtu është e rekomanduar edhe nga mjekët për lehtësimin e dhimbjeve të kockave dhe të shpinës. Për të realizuar këtë recetë juve do t'ju duhet 10 lug fara liri, 5 lug susam, 50 gram fara kungulli, 50 gram kokra gruri, 3 lug rrushë të thatë dhe 1 kilogram mjalt. Përgatitja: në një tas të madh përzieni të gjithë përbërësit dhe pasi të jenë përzier mirë, mbylleni masën e përftuar në një kavanoz qelçi. Merrni më pas 1 lug gjelle nga kjo përzierje para mëngjesit dhe para drekës. Kjo recetë do t'ju ndihmojë të mbroni trupin nga osteoartriti dhe njëkohësisht nga osteoporoza. Tendina dhe ligamentet tuaja do të jenë më elastike dhe njëkohësisht organizmi juaj do të ketë më shumë energji. Dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë të përhapur në Shqipëri, madje edhe kudo në botë, por sipas ekspertëve, duhet të dini se si çdo makineri, edhe trupi jon me kalimin e kohës fillon edhe konsumohet. Gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizjes dhe të presionit. Nyjat janë pikërisht pikat ku do të takohen kockat dhe janë të lidhura me njëra tjetrën përmes ligamenteve, tendinave, kërceve dhe muskujve. Nyja e gjurit është më e madhja e trupit të njeriut dhe ajo trajton një sasi të madhe të stresit pasi mundëson lëvizjen e trupit duke mbështetur pjesën e sipërme të trupit. Me kalimin e kohës, kërci në fund të eshtrave të cilat e formojnë bashkimin mund të përkeqësohet. Për më tepër, duhet të dini që ka qese me lëngje në kupën e gjurit të cilat mundësojnë lubrifikimin e nyjeve. Dhe nga ana tjetër këto qese, në qoftë se acarohen, mund të lëndohen dhe të çojnë në bursit. Ka shumë shkaqe potenciale për dhimbjen e nyjes së gjurit.
Një gjendje kronike e cila ndodh kur kërci midis theshtrave është thyer, artriti reumatoid, një sëmundje autoimune e cila ndikon në nyje duke shkaktuar rënjtje, inflamacioni i qeskave fluide para ose prapa gjurit, sëmundjet imunologjike, lëndimet ose lëvizja e tepërt, inflamacioni i tendinave ose një formë e artritit në të cilën grumbullohet uji. Për fat të mirë për gjunjët tona ka mjete natyrale për të ulur inflamacionin dhe për të lehtësuar rëdhimbjen. Kjo recetë është e shkëlqyer për rëdhimbjen e gjurit. Përmban anti-inflamator dhe analgjezik efektiv. Le t'i hedhim një sy këtyre përbërësve. Speci djegës është përdorur nga amerikanët për të lehtësuar rëdhimbjet. Kapsaicina është një substancë kimike e pranishme në përqëndrime të ndryshme tek speci djegës që lehtëson rëdhimbjen përmes një shumëllojshmërie mekanizmash. Së pari, kapsaicina parandalon transmetuesin P që të arrijë në tru dhe së dyti kur zbatohet depërton në lëkurë për të defunksionalizuar fibrat të cilat i përgjigjen stimujve të dhimbjes. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina parandalon fibrat nervore që të ndjejnë dhe të transmetojnë dhimbje. Së fundmi, kapsaicina parandalon përhapjen e dhimbjes në zona të tjera. Një studim i një përqendrimi prej 8% kapsaicin të aplikuar për menaxhimin e dhimbjeve gjeti se aplikimi për vetëm një orë ishte efektiv në reduktimin e dhimbjes deri në 12 javë. Kapsaicina është gjithashtu efektive për sëmundjet inflamatore të lëkurës të tilla si psoriasis dhe ekzema. Speci djegës shërben për lehtësimin e simptomave. Uthull molle, ekstremisht e dobishme për shëndetin e njeriut me një gamë të gjerë aplikimesh. Uthulla e mollës është një anti-inflamator i fuqishëm i cili mundet që të lehtësojë dhimbjen e nyjeve. Acidi folik që gjendet në uthull depërton në lëkurë dhe mund të ndihmojë në thyerjen e kristaleve të acidit që mund të jenë të formuara në nyje. Vaj ulliri është një mjet i shkëlqyer anti-inflamator dhe i butë. Xhenxhefili ka fuqi anti-inflamatore fitokimik dhe pengon një përgjigje të tepruar imune e cila shkakton inflamacion. Ju mundet që të aplikoni këtë pastë në çdo nyje për të zvogëluar inflamimin dhe për të lehtësuar rëdhimbjen. Nga ana tjetër, ju mund të dëshironi të eksperimentoni me recetën duke përzierë gjysmën e sasisë së uthullës me vaj ulliri. Nganjëherë masazhimi mund të jetë i fortë dhe vaji i ullirit pakson nxehtësinë dhe lehtëson aplikimin. Të gjitha këto përbërës do të reduktojnë inflamacionin nëse i hani. Përbërësit që do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me specë djegës pluhur dhe 1 filxhan uthull molle ose gjysmë filxhani me vaj ulliri dhe gjysmë filxhani me xhenxhefil të grirë. Shtoni xhenxhefilin e grirë dhe specin djegës të tretur në uthull ose në vaj ulliri. Përzieni mirë dhe aplikojeni derisa të formohet një pastë. Aplikojeni pastën në zonën ku keni dhimbje 2 herë në ditë dhe lëreni ato të veprojë për 20 minuta. Më pas, shpëlajini me ujë të ngrohtë dhe thajini. Masën e përgatitur mbajini në frigorifer dhe tundeni mirë para aplikimit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten në rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.